Me datën 18 dhjetor 2025, në ambientet e parashkollores Nën Tereza në Tuzë, u zhvillua një aktivitet humanitar i organizuar nga Fondi Humanitar Shqiptaro-Amerikan Troje Tona, i cili përmes një donacioni simbolik mbështeti 80 fëmijë nga komuna e Tuzit, Ulqinit, Rozhajës, Plavës dhe Kucisë. Ndihma ishte e dedikuar për fëmijë me nevoja të veçanta, me qëllim lehtësimin e barës për prindrit dhe ofrimin e mbështetjes konkrete për familjet. Me këtë rast të pranishmeve ju drejtuan drejtori i parashkollores Nën Tereza David Junçaj, përfaqësuesja e Fondit Humanitar Troje Tona Vjoca Lika Çoba, si dhe kryetaria e Këshillit të Prindërve Kristina Berishaj, të cilët theksuan rëndësinë e solidaritetit dhe bashkëpunimit në mbështetje të fëmijëve. Aktiviteti u shënua dhe me recitime dhe pika muzikore me instrumente të përgatitura nga vetë fëmijët. Mirë se keni ardhur në institucionin tonë në këtë ditë të veçantë dhe te domethënëse për të gjithë ne. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të shënuar një akt donacioni, por për të dëshmuar fuqinë e humanizmit, solidaritetit dhe kujdesit të sinqert ndaj fëmijëve tanë me aftësi të veçanta. Ky donacion nga familja Kurmemaj, gjithsesi nga Dina dhe Ahmeti, të cilët kontribuon përmes Fondit Humanitar Troje Tona, nuk është vetëm një ndihmë materiale, ajo është një përqafim i ngrohtë për fëmijët tanë, një mesazh i fuqishëm se ata nuk janë vetëm, dhe se shoqëria jonë i sheh, i vlerëson dhe i mbështet me zemër. Për këta fëmijë, çdo gest i tillë përkthehet në buzëqeshje me të sinqerta, në ndjenjë sigurie dhe në mundësi reale për të zhvilluar me dinitet, dashuri dhe përkujdesje. Zemërgjërsia që po dëshmohet sot na rikujton se humanizmi nuk matet me vlerën e dhuratës, por me mallësinë e zemrës. Ky akt fisnik prek drejt për drejt jetën e fëmijëve tanë dhe u jep forcë shpresë edhe prindërve të tyre, duke i bërë të ndihen të përkrahur, të kuptuar dhe jo të harruar. Gjithë stafi arsimor i institucionit tonë ndihemi thellësisht të përgjegjshëm dhe të përkushtuar që çdo ditë të punojmë për të krijuar fëmijëve tanë, veçanërisht atyre me aftësi të veçanta, kushte sa më të mira gjatë qëndrimit të tyre në kopsht. Angazhimi i ynë është që ky institucion të jetë një hapësirë ku fëmijët ndihen të sigurt, të pranuar, të qetë dhe të dashur, një vend ku secili fëmijë ka mundësinë të zhvillohet sipas nevojave dhe potencialit të tij dhe të fitojë edukimin e duhur me dinitet dhe përkujdesje. Në emër të institucionit që drejtoj, shpreh mirënjohjen tonë me të sinqertë ndaj Fondit Humanitar Troje Tona për përkushtimin e vazhdueshëm dhe zemërgjërsinë që tregojnë në mbështetjet e fëmijëve dhe familjeve në nevojë. Një falënderim i veçantë shkon familjes Kurmemaj, e cila me humanizmin, dëshmërinë dhe kontributin kanë dhënë një shembull të çmuar se si dashuria dhe solidariteti mund të sjellin ndryshim të vërtetë në jetën e fëmijëve. Ju falenderojmë për besimin, për mbështetjen dhe për praninë tuaj sot që e bën këtë moment edhe më të rëndësishëm për institucionin tonë dhe për fëmijët tanë. Urojmë që kjo frymë bashkëpunimi, humanizmi dhe solidariteti të vazhdojë edhe në të ardhmen, për të mirën e fëmijëve dhe të gjithë shoqërisë sonë. Ju faleminderit. Gjatë aktivitetit, drejtori i parashkollores i ndau Fondit Humanitar një mirënjohje për kontributin e dhënë. Këtë herë kam pak më të rrallë sepse është hera e parë që jemi, le të themi kështu formalisht, në komunën e Tuzit, gjë që bën edhe më madhështore dhe më të rëndësishme për ne. Unë një herë ndjej kënaqësi që jam në një institucion parashkollor, siç është institucioni juaj, dhe që ndiqet edhe nga fëmijë me nevoja të veçanta. Pasi që ne dim gjithë që inkluzioni është le të themi një detyrim dhe obligim moral i të gjithë neve, dhe të kujtojmë që fëmijët me nevoja të veçanta janë fëmijë. Janë fëmijë të cilët kanë nevojë për familjet e tyre, por kanë nevojë për të gjithë ne, që nga kuadri arsimor, por edhe ne që jemi jashtë, që t'ju gjendemi afër. Sa i përket veprimtarisë së Fondit Humanitar Troje Tona dhe veçanërisht familjes Kurmema, ju tashmë me siguri që keni dëgjuar. Fondi Humanitar Troje Tona ka disa vite tashmë, që nga 2018-19 që ka filluar veprimtarinë e vet, dhe që në fillim fare target group, le të themi, ajo që kemi pasur si kryesore kanë qenë
familjet në nevojë, fëmijët me nevoja të veçanta, persona që kanë pasur një lloj shqetësimi apo një lloj shqetësimi shëndetësor apo sëmundje. Duke vazhduar pastaj me ndihma dhe donacione institucioneve, sidomos spitaleve, shtëpive të shëndetit, le të themi që jemi fokusuar tek ajo çfarë është bazë, ajo çfarë është jetike për shoqërinë. Në këtë rast do doja që pasi që edhe unë jetoj këtu dhe të falenderohem veçanërisht familjes Kurmemaj, të cilët që nga fillimi do thotë janë ndër donatorët kryesor tek Fondi Humanitar Troje Tona. Dhe është pikërisht kjo familje e cila në fokus të vetin ka personat me diabet, familjet me nevojat veçanta, institucione shëndetësore si thash si spitalet dhe qendrat shëndetësore, shkollat, në mënyrë që të kemi kushte sa më të mira. Ju me siguri edhe keni dëgjuar për çiftin Kurmemaj, ato kanë shumë vite që janë shpërngulur, jetojnë dhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një farë mënyrë ato për asnjë moment nuk e kanë harruar le të themi vendin e tyre. Dhe kontributi i tyre vazhdon të jetë çdo vit më i madh. Dhe mua më gëzon shumë fakti që edhe ata e kanë parë me rëndësi që në këtë rast të gjendemi pranë edhe familjeve të atyre fëmijëve të cilët kanë më së shumti nevojë, siç janë fëmijët me vështirësi, fëmijët me pengesa zhvillim me nevoja të veçanta. Do doja të theksoja që ne me këtë rast, me këtë pjesë kemi mbështetje për rreth 80 fëmijë nga komunat e Ulqinit, Tuzit, Rozhajes, Plavës dhe Guxis, të cilët do të marrin një shumë simbolike 500 euro. E ceka shumën edhe se sa fëmijë ka në përfitim për të përcjellur një mesazh tjetër. Donacioni është një shumë simbolike, e cila një farë mënyrë duhet të na sjellë ne gjithëve bashkë që të mendojmë dhe të japim mesazhin që familjet nuk janë vetëm, që jemi edhe ne këtu për njëri tjetrin, t'ju gjendemi pranë, sepse nuk është e lehtë. Unë besoj se cili prind, se cila familje që ballafaqohet me diçka të tillë nuk e ka të lehtë. Por një farë lehtësimi vjen kur e di që nuk je vetëm. Edhe kur e di që dikush mund të ndihmoj në një mënyrë apo një tjetër, të gjendet pranë dhe një farë mënyrë të tregojmë atë solidaritetin që e kemi për borxh, secili prej nesh për njëri tjetrin. Unë nuk do doja ta zgjas më tepër, do doja edhe një herë të ju falemderoj nga zemra për mikpritjen dhe njëkohësisht një mesazh, le të themi kështu, për të gjithë prindrit, për të gjithë fëmijët që janë aq të veçantë sa që vërtet sjellin ngjyrat më të bukura në jetën dhe përditshmërinë e secilit prej nesh. Besoj që edhe ne duhet të mësojmë shumë prej tyre. Të drejtat e fëmijëve kanë të drejtet kanë emër, se të gjithë kanë emër, kanë të drejtë se të lojë, se të rritën me mosboj, kanë të drejtë fama se mendoj, ndryshe si mund të thëmë ata se jetoj. Kanë të drejtë ka pritit të mi, kanë të drejtë ka onjës të ti. Ka më shumë tjera të drejta, se ju të rritë, mund t'i lexoni dhe komentat.
të dashur prindër dhe miq. Në emër të Këshillit të Prindërve, ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj sinqerisht për praninë tuaj në aktivitetet kaq domethënëse për fëmijët tanë dhe për të ardhmen e tyre. Një falenderim i veçantë dhe i sinqert shkon për Dina dhe Ahmet Kurmemaj, si dhe për në fondin humanitar Trojet Tona, për donacionin e çmuar dhe zemërgjerësinë e treguar ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Ky gest human nuk përfaqëson vetëm ndihmë materiale, por mbi të gjitha është një mesazh i fuqishëm, solidariteti, mbështetje morale dhe shpresë për fëmijët dhe familjet e tyre. Veprimet e tilla tregojnë se humanizmi dhe përgjegjësia shoqërore janë vlera që jetojnë mes nesh. Falenderimi veçantë shkon edhe për stafin e kopshtit, i cili tregon për kushtim, durim dhe profesionalizëm ndar mirëqenies, zhvillimit dhe përfshirjes së çdo fëmie pa dallim. Puna juaj është themeli mbi të cilën ndërtohet besimi i prindërve dhe siguria e fëmijëve tanë. Në mënyrë të veçantë, dëshiroj të falenderoj drejtorin e kopshtit për përkushtimin, përgjegjësinë dhe angazhimin e vazhdueshëm që tregon ndaj institucionit, fëmijëve dhe familjeve, duke qenë gjithmonë zë dhe mbështetje për nevojat e tyre, duke kontribuar në krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës dhe të sigurt. Ky donacion dhe bashkëpunim na jep forcë dhe besim se duke punuar së bashku, institucionet, prindërit, komunitetet dhe donatorët, mund të bëjmë më shumë për një të ardhme më të drejtë, më të barabartë dhe më të ndritur për fëmijët tanë. Ju faleminderit nga zemra të gjithëve për mbështetjen, për kushtimin dhe kontributin tuaj.